Rikthehemi me pjesën e dytë të emisionit. E kemi në studio tani menaxherin e kombëtarës së Kosovës Baram Shalën. Për herë të parë, faleminderit shumë që jemi neve sot. Përshëndetje, Naim. Është kolega. Shumë kënaqësi, po. Para shumë vjetëve. Pika e parë, nuk e di nëse dikush për shqiptarëve e ka pas dhuratën më të mirë për ditëlindjes së tij. Me fitu kombëtarja edhe me festu të njëjtën kohë ditëlindjen suedis, po di. Besoj se ka qenë një prej dhuratave më të mira që kam në jetë me marr për datëlindje. Më ka ra me qenë pjesë me ekipin në grumbullim, edhe në disa raste të tjera, me festu datëlindjen me futbollistët dhe me ekipin. Na ka ra me pas rezultate pozitive, me pas fitore, po kjo e Suedis u kon komplet në nivel tjetër, edhe ndjesia, edhe festa, edhe shpërthimi, edhe gjithçka ka qenë e jashtëzakonshme dhe jam ndjer vërtet jashtëzakonisht i lumtur, i privilegjuar edhe me shumë fat që atë natë kam pas mundësinë të jem afër ekipit, që atë natë kam pas mundësinë të jem afër futbollistëve, afër trajnerëve, afër zyrtarëve të federatës, afër gjithë atyre njerëzve që ishin protagonist, normalisht futbollistët në rend të parë, protagonistë në një fitore të tillë që besoj se do të ngjelet në historinë në analet e futbollit kosovar për kohë shumë gjatë. Mboli përshtypje stadiume. U lojt në Suedi, po aq shumë pas shqiptar so unë për veti u befasova, nuk e di ju kur jeni hyrë në stadium edhe kur e keni pa atë pamje çu shini ndje. Ndjenja është e jashtëzakonshme, fatmirësisht duhet ta them që nuk është për herë të parë që na e përjetojmë një ndjesi të tillë fantastike. Na ka ndodhur më herët edhe në Basel, edhe në ndeshjen e shtatorit, por edhe në ndeshjen e vitit 2023, ku mendoj na ka ndodhur në Basel, na ka ndodhur në ndeshjet në udhëtim që kemi përkraje jashtëzakonisht të madhe, edhe ajo në Suedi ka qenë përkraje e jashtëzakonshme. E kam lexuar diku nëpër media që shifra ka qenë rreth 9.000 shqiptarë, sepse shumica prej tyre shumica dërmuese kanë bler bileta direkt nga Federata Suedeze, jo nëpërmjet shitjes që i takon Federatës mysafire. Por ndjenja ka qenë fantastike, edhe më madhështore atmosferën e ka bërë fakti që përkundër numrit që mbase nuk kanë qenë dominues krahasim me suedezët, tifozët e kombëtarës Kosovës kanë qenë dominues në brohoritje, në këngë, në zhurmën që kanë krijuar në stadium, për krajen që kanë dhënë skuadrës, edhe vërtet edhe trajneri është befasuar shumë, edhe futbollistët janë ndier absolutisht si në shtëpi. Fatmirësisht po e them prap, nuk është hera e parë që e kemi një situatë të tillë. Më kujtohet në vitin 2023 në Basel kur kemi luajtur në atë barazimin e famshëm 1-1 me Zvicrën. Stadiumi ka qenë në rastin më të keq 40% për krahas Kosovës, 60% Zvicrës, edhe pse besoj që më mirë kanë qenë shifrat në raport për ne. Si është ndjenja me qenë afër kombëtarës edhe me përjetu qoftë momentin e gëzimit, po qoftë edhe dëshpërimit brenda në zhveshture? Në konferencën e fundit në Suedis, selektori Oda e tha një fjali që po e kuptoj më mirë mentalitetin e kosovarëve, shqiptarëve, euforinë që pas një humbje jemi më të këqit në botë, pas një fitore jemi më të mirë në botë. Edhe po normalisht se futbolli këto e ka, futbolli të jep të dy emocionet e ndryshme gjatë krejt kohës, edhe mu për 12 vjet duke qenë afër ekipit kombëtar, sepse kam qenë afër ekipit edhe në 2 vite para pranimit, që nga shtatori vitit 2014, por i bie 11 vite në fakt, jo 12, por le të themi edhe që vetëm në periudhën e pas pranimit në Karame i përjetu këto emocione në shumë raste, qoftë ato të zhgënjimit e të dëshpërimit të jashtëzakonshëm, qoftë ato të triumfit e të suksesit të jashtëzakonshëm, siç është kjo kundër Suedisë, është emocion që është vështirë me e përshkruar me fjalë, pavarësisht sa orator mund të jesh, pavarësisht çfarë shprehje mund të jesh, është shumë e vështirë me e përshkruar një ndjesi që mund ta marrësh, le të flasim për pjesën pozitive. Po, absolutisht. Ato që e kemi ndier për shembull të hënën në Göteborg, ajo është ndjesi që veç mund të përjetohet, edhe ndoshta mund të kuptohet duke e shikuar dikon prej afër në atë moment, por është e pamundshme ta shpjegosh me fjalë krenarin me cilën ti mbushësh brenda vetes kur e sheh lumturinë e një populli të tërë, kur e sheh një lum njerëzish në festë, kur e sheh një emocion që shpërthen edhe del, kur e sheh një emocion që është mbledh brenda shpirtit të secilit prej futbollistëve, edhe shpërthen në atë formë, edhe është thjesht e papërshkrueshme, siç është e papërshkrueshme ndjenja e krenarisë kur i sheh futbollistët në fushë duke luftuar. Para se të vijë rezultati përfundimtar, para se të vijë përshëndetja e fundit e gjyqtarit, veç motivimi i futbollistëve, mënyra se ata i qasën lojës të mbush me krenari për mënyrën se si po prezantohet vendi, për mënyrën se si po prezantohet Kosova. Kurse nëse flasim për ndjenjat negative, fatkeqësisht në Karame i përjetuar ato shpesh, normalisht dhimbja më e madhe ndonjëherë besoj në futboll ka qenë ajo që e kemi përjetuar me Maqedoninë,
për shumë arsye, edhe për kohën e cilën ka ndodhur, edhe për mungesën e përvojës që e kemi pas si skuadër, edhe për le të themi besimin që e kemi pas te ajo ndeshje, edhe pas asaj ndeshje ka qenë e vështirë me vazhdu me punu, pas asaj ndeshje ka qenë e vështirë me vazhdu edhe me funksionu normal për shumë ditë, edhe si person, në aspekt personal po flas, por edhe në aspekt profesional, me u kthy me gjetë forcë pas më pak se një muaj kemi pas ndeshje tjera në Nations League, ka qenë shumë periudhë vështirë edhe dëshpëruese. Humbje thella kemi pas, humbje tranda kemi pas, rezultate zgënjyese kemi pas, barazimi me Andorrën shpesh, një prej momenteve më të turpshme, ndoshta mirë, po ndjesia e përjetuar në Shkup është diçka që mbetet pik e zezë ose njollë e zezë, ashtu siç mbetet pik krenarie, moment i lavdis kjo fitore në Göteborg, dhe jo vetëm kjo, edhe fitore të tjera, por janë, le të themi, ndoshta dy pikat e kajeve të kundërta që mund ta shënojnë rrugtimin e ekipit kombëtar të Kosovës prej periudhës së pranimit në UEFA ose në FIFA, ose s'paku janë momentet që e shënojnë mënyrën se si unë jam ndjer në dy polet e kundërta gjatë kësaj periudhe që jam me ekipin kombëtar. Ke përjetu gjatë sa je pjesë e Federatës së Futbollit selektor të ndryshëm, periudha të ndryshme me Kosovën. Lajmi mirë ke vazhdimi kontratës me Franco Foden tash nga Federata e Futbollit të Kosovës. Si e vlerëson Foden në mesin e trajnerëve që me të cilët të ka rënë me bashkëpunu deri tash te Kosova? Nuk kisha dashur me i dhënë vetes shumë hapësirë me komentu në aspektin profesional edhe të punës. Besoj që njerëz që janë më kompetencë, unë mund ta vlerësoj në aspektin profesional dhe atë të punës, por në aspektin personal, Franco Foda absolutisht që është njeri jashtëzakonisht pozitiv. Para se ai të emërohej te Kosova ka pas zëra të ndryshëm, që është karakteri i vështirë, është i papërshtatshëm, ka probleme për të menaxhu grupin, ka probleme, konflikte me zyrtarët e federatës ose të klubeve me të cilat ka punuar. Asnjë prej tyre nuk ka ndodhur me ne. Ka pas qëllë jashtëzakonisht korrekte gjatë krejt kësaj periudhe, vazhdon të ketë qëllë jashtëzakonisht korrekte gjatë krejt kësaj periudhe. Në aspektin profesional, nëse mund të them shkurt, pa hyrë në detaje, është njëri që zgjohet, ja kushton rreth një orë në mëngjes, një orë gjysmë vetës, trupit tij, ushtrimeve fizike, fitness, ushqim adekuat, edhe gjatë krejt kohës qëndron i mbyllur në atë zyrën e vet që ai ka në Emerald gjatë kohës së grumbullimit të ekipit kombëtar. Paka shumë të njëjtën gjë prej selektorëve ka bërë edhe Alberti në fillim, edhe Shallandi më pas, të tjerët jo deri në këtë pikë sa e bën Foda, sa e ka bërë Shallandi. Absolutisht përkushtimi është maksimal, i kalon 2-13 orë s'paku në ditë brenda asaj zyre duke analizuar, duke shikuar kundërshtar, duke analizuar lojën tonë, duke analizuar secilin seancë stërvitore që xhirohet me 3-4 kamera nga këndet të ndryshme, të larta, të ulta, në forma të ndryshme për të parë veprimet e futbollistëve, kështu që absolutisht është jashtëzakonisht shumë i përkushtuar. Besoj që edhe rezultatet flasin më pas edhe për cilësitë e tij si trajner, për vojat që e ka pasur në të kaluarën edhe me Austrinë kur ka arritur deri në 1/8 e finales së kampionatit evropian. Mendoj që janë treguesit më të mirë të mundshëm se sa shumë ai e njeh zen e trajnerit, e sa më mirë se sa në pjesën e cenit trajner në klub është përshtatur në cenit trajner me ekipin kombëtar, që ka specifika komplet të ndryshme nga puna në klub, dhe besoj që Foda është treguar spaku deri tash qoftë me Austrinë, por në këtë periudhë me ne është treguar një mjeshtër i vërtet. Paktën kush do të kishte besuar me kaq mungesa brenda kombëtarës Kosovës që do të mund të arrinin për shembull fitoren ndaj Suedis në udhtim. Jo një herë, po dy herë, edhe në udhtim edhe në shtëpi. Poshtë është një kombëtare si Suedia me kretat e futbollistë. Po flasim për kombëtare që është duket vështirë me e besu dhe tash kur ka ndodhur. Jo ta flisnim ose ta mendonim para se të ndodhte. Realisht grupi në cilin jemi është ekstrem i vështirë. Një për më të vështirëve. Jo, unë besoj pa ndaj dyshim që grupi më i vështirë në këto kualifikime. Nuk e shoh asnjë grup tjetër në cilin skuadrat rivale janë kaq të përafërta me cilësi sa janë këto që me cilat ne përballemi. Po flasim për Sloveninë, që njerëz në Kosovë mbase e kanë nënçmuar shumë duke harruar faktin që një vit më herët Slovenia ka luajtur baraz me Danimarkën, një vit më herët Slovenia ka luajtur baraz me Anglinë, një vit më herët Sloveninë kanë poshtur tek në penallti Portugalia që tash e fitoi Nations League-ën. Sakt. Domethënë po flasim për një skuadër që edhe mund të mos ketë në radhat e veta shumë superiore të futbollit evropian. Është ekip kolektiv. Një prej është ekip, bukfalisht ekip, një prej skuadrave me lojën ekipore më të pjekur në Evropë. Edhe përveç Slovenisë, nisa nga Slovenia që cilësohet më e dobta e grupit nga ekspertët në futbollin kosovar,
Përveç Slovenisë po flasim për Zvicrën, për cilën nuk ka merr mendja që ka nevojë me dhon shumë komente se çfarë niveli ka. Dhe fare në fund është Suedia që fatmirësisht për ne, fatkeqësisht për ata, ka një kampanjë katastrofale, duke zhvilluar një kampanjë katastrofale, po kjo nuk i bën as pak skuadër inferiore ndaj kujt do në Evropë, jo vetëm ndaj Kosovës. Do të flasim emra që i kanë kontore. Po flasim për tash e di që shumat nuk luajnë futboll, e di që parat nuk luajnë futboll, po flasim për dy sulmuesit më të shtrejt në këtë afat kalimtar të fundit që janë pjesë e ekipit kombëtar të Suedisë, jo para 5 vjetëve, jo para 7 vjetëve, para 2 muajve. Gjokerisht edhe Isak janë dy prej futbollistëve më të shtrejt të këtij afati kalimtar, 2 nga, jo 2 më, të shtrejtë 2 nga më të shtrejtit, edhe ata të dy janë së bashku te ekipi kombëtar i Suedisë dhe përkrahen prej super futbollistëve të tjerë. Shumë e vërtetë. Kështu që me arrit 7 pikë në 4 ndeshje për një skuadër, pavarësisht çka na menojnë për veti brenda Kosovës, na për futbollin evropian jena skuadër modeste. Mesatare mbase. Ose e vogël në tentim për me shku ka mesataret. Ka që jemi për futbollin evropian, na këtu mund ta shohim veten kampion të Evropës, të botës. Po ky nuk është realiteti, cilin do ta shohim në momentin që dalim përtej kufive tanë. Edhe me një ekip si ky, me arrit me i pas 7 pikë në një grup të tillë, është vërtet e jashtëzakonshme, veç shpresoj që do të vazhdojmë kështu edhe në nëntor, edhe të shohim se deri ku do të vazhdojë kjo ëndër. Dy prej futbollistëve që janë sjell sfundime te kombëtara e Kosovës janë Hajdari edhe Abdullahu. Sa ishte e vështirë realisht me sjell te Kosova. E i ke qenë pjesë e prapaskenave, ndoshta ke detajet sonë zbulon tash, po është me interes për njerëz ndoshta me ditë. Është proces shumë i gjatë. Në momentin final masnai kurrë nuk është vështirë. Momentin final po gjithçka është e lehtë. Mirë, por është proces shumë i gjatë. Me Leon Abdullahun kemi provuar që shumë kohë me bisedu, duhet ta kuptojmë edhe atë që nuk ka qenë lehtë për të më vendos, edhe ka marrë kohë. Më herët ka qenë po ashtu pjesë e elitës së futbollit të Zvicrës, edhe ai, edhe Albiani, nuk e kanë pas lehtë për të marrë një vendim që të largohen nga kombëtarja e Zvicrës edhe të vinë të luajnë për kombëtarën e Kosovës. Mirë, po ditë mas dite, insistim mas insistimi, bisedë mas bisede, ata kanë arrit me e kuptu ku ata vërtet përkasin, kanë arrit me e kuptu çka ata vërtet ndjejnë. Dhe për ne në Federatën e Futbollit të Kosovës më e rëndësishme është ajo se çfarë një futbollist ndjen. Nëse një futbollist ndjen me plot mendjen dhe zemrën e tij, që përfaqësimin e vet më të mirë ka në ekipin kombëtar të Kosovës, atë ne jemi më të lumturit në botë që t'ja japni mundësi që të jetë pjesë e ekipit kombëtar të Kosovës. Me Leonin tash ka pas bisedime indirekte fillimisht, direkte më pas për kohë shumë të gjatë. Takimi i fundit para saj vendoste ka qenë në qershor, kur presidenti Agim Ademi dhe drejtori Muharrem Saiti janë takuar me të në Zvicër. Çështja nuk është mbyll plotësisht, mirë, po Leoni pak a shumë ka treguar orientimin e vet, ndonse ka mbet e hapur deri në atë javën e fundit para grumbullimit. Javën e fundit para grumbullimit ka qenë hënë në mbrëmje kur ai ka marrë vendimin definitiv që ja ka komentuar kryetari i Federatës Agim Ademi, edhe më pas kemi reaguar me shpejtësi të jashtëzakonshme për të përgatitur dokumentat, sepse njerëzit nuk e dinë, po ka goxha shumë procedura burokratike, ligjore që duhet të përgatiten që një futbollist më pas të jetë i gatshëm për ta ndruar ekipin kombëtar, edhe ato kanë njerë lypin shumë kohë. Kemi reaguar shumë shpejt, ka arrit me u plotësu dokumentacioni, normalisht ka ndiku ka pak edhe Fisi, Aslani, edhe te Leoni, më pas edhe te Albiani, edhe në momentin që Leoni ka vendosur të vijë dhe kemi si të themi përfundu procedurat me të. Jo mbo dy tani te Albioni. Atë weekend kemi qenë me kryetarin Ademin Hoffenheim, mi taku edhe me Albionin. As Albioni nuk e ka dhënë përgjigjen definitive atë ditë, po ka qenë e qartë që rruga veç ka nis. Duhet me përmend edhe rolin e babait të tij këtu, që ka qenë goxha insistues se Albioni të zgjedh vijë për Kosovën, pra pas kemi thënë gjatë tërë kohës, na po i përgatisim dokumentet, e më pas e shohim se cili do të jetë vendimi, edhe na veç filluam procedurat e përgatitjes pajisjes me pasaportë, kërkesës në Federatë Zvicrës për një listë ndeshjeve, detaje tjera që janë në aspektin legal, edhe dokumentacioni përgatitet, më pas erdhi vendimi final edhe i Albionit, normal që këtu pastaj Albioni me Leonin kanë qenë shok shumë të mirë gjatë këtij kohës edhe më herët, ndonse së fundi njerëz që kanë pa duke luajtur në 2 klube të ndryshme në Zvicër në ekipin senior, pa Albionin të kaluarën ka qenë pjesë edhe grupmoshave të Bazellit, edhe të Juventusit, e në Basel kanë qenë afër me Leonin. Po bile me Juventus që ka pasur fotografinë me Cristiano Ronaldo dorë zamë, çat periudhë ka qenë. Kanë kriju shoqëri të mirë dhe më pas ka qenë gjithçka më e thjeshtë edhe për të. Po mendoj këtë muajin e fundit ndërmjet shtatorit edhe
tetorit me marrë vendimin, e mori edhe ai vendimin edhe besoj që të dy janë shumë krenarë dhe të lumtur me vendimet që i kanë marrë. Çfarë paraqitje ai? Të dy. Vret. Absolutisht. Fantastike. Se ka njerë shikuesi edhe perspektiva jonë është kur e shohim atë grintën te futbollisti, qoftë ndërhyrje, ajo vlerësohet më shumë se gjithçka tjetër. Cilësia mund të jetë e luhatshme, por dëshira, vullneti, lufta sportive, ajo s'duhet të mungu asnjëherë. Edhe këto besoj që secili trajner gjithmonë e kërkon te futbollistët. E humb duelin, s'ka problem. Po s'pa ku lufto. E humb topin, s'ka problem, po lufto. Por me e fitu prap, angazhohu, vrapo. Ndihmoje shokun e skuadrës. Kjo është një prej kërkesave që secili trajner e ka non-stop, edhe është gjëja ndoshta më e thjesht për të bërë. Mjafton që të kesh vullnet të brendshëm. Shpesh futbollistët po flasin përgjithësi në botë, nuk e kanë, fatmirësisht na sidomos kohët fundit po e kanë të gjithë. Tash po dalim te një pjesë ku na intereson edhe neve gazetarëve, po edhe dëgjuesve, jashtëzakonisht shumë dhe emra të caktuar futbollistëve që janë rrotulluar kohëve të fundit si potencial për kombëtarë. Normalisht po flasim për futbollistë që janë dëshmuar. I pari në listë është Dion Kameri. Dionin Bajrami kum komentu me një ndeshje të ligës së kampionëve, nuk kum kujtohet ta kaloj kundër Milanit. Ka shkëlqyn atë që nëse dënë më të kallëzuar edhe data kur ka qenë. Jo vetë Dion Kamerin, jo vetë në një tjetër si të bëdon e përmend tash, po nuk ka as edhe një futbollist që e ka çfarë do lidhje me Kosovën. Edhe që ka nivel me lutjen e ekip kombëtar po flasim, jo që është diku në ligë 5 edhe, po as një futbollist që ka nivel me lutjen me ekipin kombëtar, që ka çfarë do lidhje me Kosovën, cilit na nuk i jemi afru. Në këtë rast edhe Dion. As edhe një nuk bëhet përjashtim. Nëse dikush e një emër në botë që ka nivel me lutjen në ekipin aktual të Kosovës, edhe cilit na nuk i kemi ofruar mundësinë në lutë për Kosovën, unë mund të përgjigjem çfarë do forme. Absolutisht që secilit që ka nivel ose ka pas nivel, edhe në të kaluarën po flas, për të luajtur për ekipin kombëtar të Kosovës, na i ja kemi ofruar mundësinë. Edhe ja kemi hap derën. Në çfarë do forme? Më pas disave ju ka marrë shumë kohë vendimi, ju ka ikë treni si futbollist, disa të tjerë kanë vendosur me ardhë, kanë vendosur pas mos me ardhë, disa të tjerë kanë qenë qartë për fillimit se po e pres këtë kombëtare as atë kombëtare, edhe disa kanë ardhur dhe po shkëlqejnë tash edhe po e marrin këtë lavdin. Dhe anët e tjerë janë Arjon Ibrahimović, Dian Trama edhe i fundit që kanë bënë përshtypje Din Klapia. Për këto të fundit kanë shkuar korat shumë. Po, me këto alo s'kemi nis konkretisht me bisedu, mirë po ka qenë edhe mbetet në radarin tonë, është futbollist alo shumë i ri. Të tjerët, thash edhe më herët, po i përsëris prapë ato fjalë që i thash më herët. Absolutisht asnjërit prej lojtarëve, asnjë lojtar nuk ekziston se nuk jemi afruar na në çdo formë. A ka bëu suksesi kombëtarës Kosovës tash me auqel syt për këta që po flasim? Besoj që po çaq sa ka bëu me auqel syt këtyre që po flasim, çfarë duhet më na vëdisut gjithë neve këtu me vlerësu këta që i kemi. Absolutisht. Na duhet me vlerësu këta që i kemi sepse me këta e kemi arritur. Akoma nuk është suksesi arritur, akoma ka punë për të arritur, edhe për të finalizuar kjo rrugë që është nis. Janë ndeshjet e nëntorit, më pas duhet shohim epilogun e tyre, barazhi, play-offi eventual. Akoma nuk i kemi mri suksesin që emetojmë, jo vetëm për këtë kampanë kualifikuese për këtë botënor, por qëllimi mbetet qëllimi final edhe i vërtet është Euro 2028. Edhe ajo është rruga që na kemi të qartë edhe në cilën na synojmë me mri. Domethënë, nëse mrim botënor, normalisht që do të jetë sukses i jashtëzakonshëm. Absolutisht. Mirë, po duhet jemi realist, është shumë e vështirë. Edhe nëse arrim në barazh, në play-off, prapë kundërshtarët janë shumë të fortë. Dy ndeshje tjera. Po dy ndeshje, po janë dy ndeshje shumë të forta. Edhe duhet jemi real që nuk do të jetë lehtë. Por qëllimi vërtet mbetet Euro 2028, edhe në këtë qëllim, na veç që kemi një ekip shumë të fortë, na i kemi disa futbollistë shumë cilësor, jo disa, një grumbull shumë të madh të futbollistëve, shumë cilësor, edhe fillimisht duhet t'i çmojmë këta. E më pas, suksesi që këta e bëjnë, t'ua hap syt ashtu siç edhe të tjerëve që akoma nuk janë përcaktuar, por cilët duhet ta kenë qartë që treni mund të ikë, siç ka ikë për disa të tjerë që tash ndoshta janë pishmam se nuk janë bashku Kosovës, po më thjesht nuk e kanë as parafarsisht nivelin me qenë pjesë e ekipit kombëtar të Kosovës. Edhe këtu është rrit niveli. Absolutisht, edhe të tjerëve që janë aktualisht në pikpyetje mund të ndodhë diçka e tillë. Uroj që mos ndodhë, uroj që ata të reflektojnë me kohë dhe të mos lejojnë të ndodhë diçka e tillë, por mund të ndodhë. Edhe fundit fare, në ekipin kombëtar të Kosovës janë disa futbollistë që shkëlqejnë nëpër Evropë, edhe mbase ky fakt, edhe kjo konkurrencë i bën të dyshimt
edhe ata që nuk janë akoma, sepse nuk janë shumë sigurt. Nuk janë shumë sigurt ato të jenë në listën e gjanë të ekipit, e më pas të flasim për 11 që është diçka hala më e largë. Te Llapia mboni përshtypje se me gjas kroat kanë më shumë burime dhe kanë kuptuar orientimin e tij se ju kishin bek pak hatri se është ideja që kesh në shtetësia amerikane, në shtetësi kroate, po më i kemë përfaqësu edhe Bosnën, edhe Kroacinë, edhe Amerikën. Edhe njëri si duket e ka do menjen. Na jemi të kalitur dhe të rryer në diskutime me futbollistë që kanë 3-4-5 opsione. Kështu që për dallim pe kroatëve aty në këtu këtë rrugë na dina shumë mirë. Edhe Armet Muric ka pas opsione të tjera, ka pas opsion me përfaqësu Zvicrën, ka qenë për shumë kohë në Anglisë, po them që ka pas mundësi me lut për Anglinë, po opsion nuk ka si opsion, ka lut për Malin e Zi për grup mosha. Edhe në fund ka vendosur për Kosovën. Ka shumë futbollistë që kanë pas ka 2-3-4 opsione edhe më përcaktuar për Kosovën, kështu që edhe Llapia mund të jetë i radhës. Pse jo? Po vim ka fundi, një sen që e pashtë me djume ke që Mërgim Berisha ka bo kërkesë drejt Federatës Futbollit Kosovës për më përfshi në kombëtarën e Kosovës, por është refuzu. A ka diçka të vërtetë në këtë lajm? Jo, hiç kurrë. Asnjë pikë shkronjave që ti sapo i the, asnjë prej fjalëve që sapo i the, asnjë shkronjë, asnjë nga këtyre fjalëve nuk janë të vërteta. Asnjë hiç. S'dikush e ka shkruar se pas na pa këtë lajm, po jo ka qarkullu në përfaqe një 2-3 ditë e kom pa kështu rresht. Pas na pa, nuk e kom pa, po e vërtet nuk është absolutisht hiç. Hiç. Sa është e vështirë me qenë këso pozita edhe me fillu negociata me futbollistë që janë lindë e në rrit jashtë. E vetmja lidhje me Kosovën që i lidh ata është prindi, besoj në shumë të në rasteve. Ja, nuk është veç prindi, normal prindi sepse se ka me eduku. Ai prindi ka eduku mirë, po mos harro që ki shumë prind që i kanë prunë në staf mitë të në Kosovë. Edhe ata fëmijë as ne kanë zhvilluar dhe lidhje autentike për te prindit me vendlindjen me Kosovën. Ti më fol me Albian Hajdarin, stash doket si po fol me një djalë që u lindë u rrit në Kosovë. Jo vetëm për mënyrën se si flet shqip, po për karakterin që e ka, edhe për drejt komunikimin e drejt për drejt që e ka. Kështu që për ato po flas është procesi se si e ka eduku familja dhe lidhja që e ka kriju më pas me Kosovën. Kështu që nuk është e lehtë për shumë arsye. Fillimisht nuk është e lehtë, sidomos kur flasim për futbollistë që kanë opsion Zvicrën ose Gjermaninë ose ndonjë prej shteteve që janë tash na mujra me apo vetës çepin sa dojna, po flasim për shtete që atyre ndoshta ju ofrojnë spaku në letër opcion më të mirë dhe mundësi më të mëdha për të marrë pjesë në kampionat evropian, në kampionat botëror. Por më pas vjen një pikë pyetje tjetër që është shumë e madhe, ndjesia. Mënyra se si ti ndihesh duke marrë pjesë në një kampionat evropian me Gjermaninë ose me Zvicrën ose me Italinë ose me Francën, veç po i përmendani si kombëtare, edhe se si ndihesh kur një shtet jeton me ty. Pritja që ju ka bua Albian Hajdarit, Albian Abdullahut, po gjithë futbollistëve edhe në Prishtinë, bëroritit emocionet që ata kanë përjetuar atë natë në Göteborg. Ata edhe 30 vjet me lut me Zvicrën s'kishin mujtë përjetuar. Kornjet heq. E për çdo po them, nuk është e lehtë, mirë, po duhet me i kuptu që janë në mes të dy, le të themi dy zjarreve, dy vendimeve shumë të vështira. Asaj që presion të madh po ashtu kanë shumë shpesh edhe prej agjentëve të tyre, që është normale, jo normale, po është mënyra se si po funksionon industria e futbollit tash. Agjentët e ndjekun transferin, e ndjekën famën, e ndjekin rrugën profesionale para ndjesisë. Edhe bëjnë presion që vendimet e tyre të jenë të ndërlidhura direkt me perspektivën profesionale që ata mund ta kenë. Por në të njëjtën kohë ka shumë raste që futbollistët të cilët kanë përzgjedhur të luajnë për kombëtare të tjera nuk e kanë gjetur as edhe një herë për krajën mbasi që e kanë gjetur futbollistët që kanë përzgjedhur të luajnë për Kosovën nga ekipi kombëtar në momente të vështira të karrierës së tyre. Edhe më pas janë shu krejtë dhe kanë ra shumë më poshtë se sa që kanë ra futbollistët tonë, se futbollistët e ekipit tonë, edhe kur kanë pas momente ndoshta të vështira në karrierë në klubet e tyre, me një lojë, dy lojë të mira në ekipin kombëtar, kanë rikthyer mendjen, kanë rikthyer vetbesimin, që është më e rëndësishme në ato kohë të krizës për një futbollist, edhe më pas karriera e tyre ka marrë zhvillim edhe hop krejt tjetër. Na pothuajse në çdo lojë në Prishtinë kemi kërkesa prej klubeve të ndryshme për scout që vinë për me pa futbollistë. Normal që ka edhe në për kombëtare të tjera, po i mirë për kombëtare të tjera ku ti je veç numër, në momentin që ti nuk je në formën më të mirë të mundshme në klub, zaventohesh për dikujt tjetër shumë lehtë edhe u kry, harrohesh. Edhe përfundon diku në margjina. Shkon rasti, shkon mundësia me e kthy vetbesimin. Mas ne bjen në nivel pak më poshtë edhe shkon të ushu.
Nuk jo gjithmonë, normalisht se ka edhe raste kur ndodhe kundërta, por po flasim për parimin. Te Kosova ka ndodhur pothuajse e kundërta non-stop. Shumë prej futbollistëve që janë tash pjesë e ekipit kombëtar, në momentet e tyre të vështira, nëpër klube kanë shkëlqyer me kombëtare, kanë marrë vetbesim prap këtu, edhe e kanë bëni hap të rikthimit në karrierën e tyre, edhe sot janë në shtan klube ala më të larta se sa që ata kanë qenë atëherë. Dy emra të njohur për shqiptarët e Kosovës janë Bersan Celina dhe Arber Zenelia. Ka gjasa me i pa me fanellën e Kosovës. Absolutisht që po. Është vendimi i selektorit, është mënyra se si selektori. Keni pasur edhe bisedime tash së fundmi me ta. Po. Është mënyra se si selektori i sheh ata të përshtatën në idetë e tij të futbollit, në lojën e tij, në mënyrën se si luan ekipi kombëtar. Normalisht se tash konkurenca është shumë e madhe. Po flasim për një listë të futbollistëve që është dukshëm më e zgjeruar se sa më herët, mirë po edhe Bersanti dhe Arbri kanë qenë edhe mbetën asetet jashtëzakonshme të futbollit të Kosovës. Arbri në momentet e tij më briljante në karrierë ka pas me fanellën tonë dhe ato s'mund t'i harroj askush në Kosovë, as nuk janë momentet pa harrueshme, sepse Lavdia ka nisur pikërisht atëherë kur ai shkëlqente. Po ashtu Bersanti në atë periudhë ka qenë futbollisti i jashtëzakonshëm dhe i padiskutueshëm, edhe një herë deri atyre në ekipin kombëtar, as nuk ka qenë as nuk do të jetë mbyllur. Por vendimet teknike, vendimet për ftesën, për minutazhin, për ata i takojnë selektorit edhe në vendime që janë komplet në autonominë e tij. Apo qëndron përzgjedhës janë këtu është në Austri. Përzgjedhës i lëviz, jo vetëm në Kosovë, në Austri, po lëviz kudo që. Po një sen që përshojmë te ajo është që kudo që janë futbollistët, ajo që mund të konfirmoj është që më shumë gjasë do të jetë në mesjavë këtu për me pa ndeshjen e dritës me Omonian. E më pas me vazhdu me i pa dhe ndeshje tjera të kampionatit se dita që bëtën me unë ndërlidhë këtu. Po, ka pa jashtëzakonisht shumë ndeshje të Superligës, edhe si rezultati asaj që ka pa shumë ndeshje të Superligës, kemi edhe këta futbollistë që më pas janë ftu si Dian Gallapeni e të tjerët që kanë Ron Raçi e të tjerët që kanë dalë nga futbolli i Kosovës tash së fundi, e që kanë qenë pjesë e ekipit kombëtar edhe paraprakisht. Edhe nuk është sekret që në Sloveni na mungon Aro. Edhe po vjen me pa edhe një herë prej afër Patonin. Fantastike. Okay. Shumë gjata pa shumë. Okay. Na presin tash edhe dy finale, njëra në Sloveni dhe Zvitra na vjen fond këtu në stadiumin Fadel Vukri. Na kemi qenë vështira emocionalisht fillimisht. Në aspektin sportiv. Absolutisht që janë shumë të vështira në aspektin psikologjik dhe emocional, mirë, po çaq sa më e vështirë është bërë rruga, çaq më shumë jemi rritë dhe jemi pjekë edhe na. Na kemi qenë të njëjtën situatë edhe një herë tjetër. Kemi qenë të njëjtën situatë vitin 2019. M'falni. Nëse të kujtohet në kualifikimet për Euro 2020 kur kemi udhëtuar në Çeki, edhe një fitore eventuale në Çekinë edhe na çekën Euro. Sakt. Po kemi qenë ekip shumë e re dhe shumë e papjekun. Po flas si grup. Na ishin tu udhëhes 1-0, që kjena bëj këtë tonat presion, del këtë topi jashtë vijave, na vrapojshim sprint me rinis lojën. E kep me përvoj, i kish up një minutë gjys. Një futbollist i shtri, dikujt i kish dhim pa koma, dikush i kish lidh prap kpucë. Aron e gjujshin publiku, e goditën, ajo çaj kjo gatim. Remore shtrit se nuk je kurçish, kur ka thoni sëptortoshi, që në more ku janë doktora. Kur ka thoni sëptortoshi, kurçish nuk je rre atë. Kështu që është shumë vështirë. Sepse po flasim, e thash, edhe më herët edhe këtë opinioni e din që janë dy kombëtare tepër të forta, mirë, po ajo që na bën me besu pak më shumë, po jo me fluturu, mirë, po me besu pak më shumë është fakti që tash futbollistët kanë me dukshëm më shumë përvojë. Në shpresoj që do të kthehet edhe Amiri, edhe në një grup futbollistëve me Amirin, me Vedatin, por edhe me tjerë që kanë dukshëm më shumë përvojë. Menaxhimi i lojës përtej dueleve, përtej shkatësive të futbollit, menaxhimi i lojës në aspekt psikologjik do duhet të ishte pak më i lehtë. E kemi edhe një trajner që ka përvojë tash, goxha më shumë. Andi ka qenë trajner një njerëz fantastik, mirë, po përvojën e Franco Fodës në këtë nivel nuk i ka pas asaj. Franco Foda folëm edhe një herë ka veç kombëtarën e Austrisë deri në tetën e finales në Euro. Edhe vetëm në vazhdim e ka pasur për Italisë. Kështu që nuk ka më qenë hiç e lehtë. Pas me u dorëzu kur kush nuk e ka njetë, edhe ka me qenë shumë vështirë, mirë, po do të me luftu deri në minutën e 96 të ndeshjes me Zvicrën këtu, me pa a do të jemi barazh, a do të kemi gjasa me ndjek kualifikimin direkt, apo cila do të jetë situata. Një fitore eventuale në Ljubljan do ta bënte situatën jashtëzakonisht pozitive. Do ta bënte situatën haj zoti haj reboft. Jo, do të rriste shpresat
tepër shumë më pas për ndeshjen e fundit varësisht edhe nga rezultati i ndeshjes Zvicër-Suedi. Mirë, po nuk do të jetë as pak e lehtë dhe nuk bën edhe absolutisht se askush nuk po fluturon. Që për ndeshjes me Suedi normal se emocionet, festa dhe ato ndjenjat e gëzimit të krenarisë pas asaj ndeshje ka qenë të jashtëzakonshme, mirë, po pas asaj tutje krejt fokusi është te kampi i nëntorit në çdo formë, në mënyrë që të përgatitemi për secilin detaj të mundshëm, të mos befasohemi nga asgjë, mos bjem borë një armë na befasu. Edhe trojma do të jemi të gatshëm, besoj që po, mirë, po e lehtë nuk do të jetë as pak. A keni komunikuar me Amirin edhe me Leartin edhe cila është gjendja e tyre realisht aktualisht tash? Me Amirin për herë fundit kam folur më rom. Shpreson që në vikendin e ardhshëm kundër Interit me e provu nëse jo atëherë s'paku me e pa në Champions League. I bie pas më pak se 2 javësh, po 10 ditë. Mirë, po nuk do të jetë lehtë, ka mungu për goxha shumë kohë dhe kthimi duhet të jetë më i ngadalshëm. Më hap pas hapi. Shpresoj që deri në ndeshjet e nëntorit do të jetë i gatshëm plotësisht. Fatkeqësisht fati i Leartit nuk është ndryshe. Është më ndryshe, mungesa e tij do të jetë për kohë do shumë të gjatë, ka përfunduar operimin para disa kohësh. Tash ka dalë, ka fillu hapat e parë të rehabilitimit, mirë, po do të jetë. A e ka këtë sezon ai me ekip? Shumë vështirë. Problem. Shumë vështirë. Nëse mundet 2-3 xhirot e fundit po vështirë. Po që po duket prej tash. Po. Shpresoj që do të ketë progres dhe normalisht ai sa më shpejt çfarë të kalohen parashikimet e doktorëve dhe gjithçka që është tonë mirë, po do të jetë vështirë për të, edhe gjithë na jemi nditë tepër keq sepse ka qenë një mundësi shumë e mirë që në klubin e vet të ri në Heidenheim kemi biseduar me Leartin arsyen sepse ka pasur edhe oferta tjera, jo vetëm në Gjermani, por edhe jashtë Gjermanisë. Arsyeja e transferimit në Heidenheim ka qenë se çdo kush në klub e ka dashur. Edhe e ka thonë që edhe kryesia dhe trajnerët gjithë kanë qenë duke shikuar përpara se ta përfshin në grupe të ambientohet edhe në ndeshjen e vet të parë si titullar e psoja të lëndim, edhe tash e humbi krejt vitin, edhe është situatë goxha dëmshme për të. Edhe fundit, çush e ka pranuar lajmin e Zhegrovës te Juventus edhe kalimin e tij. Një kalim i madh. Është absolutisht që diçka e jashtëzakonshme që një futbollist nga Kosova të arrijë në atë nivel. Edoni mbi gjithçka tjetër ka shumë besim te vetja, edhe kjo është parakusht për të pas sukses edhe në nivel të tillë që cilësitë ka të jashtëzakonshme. Cilësitë ka të jashtëzakonshme, mentalisht është shumë më i fortë se sa që njerëzit mendojnë. Besimin te vetja ka shumë të madh. Edhe unë besoj që rruga e Don Zhegrovës te Juventusi ka me qenë fantastike. E don kohën e vet, sepse po flasim për një klub ku konkurenca është shumë e madhe. Nuk do të jetë lehtë në fillim, mirë, po nuk e besoj që një klub si Juventusi edhe një futbollist si Edoni ka nis bashkëpunimin për 3 javë, për 3 javë ose për 4 javë. Normalisht se projeksioni është duk shumë më i gjatë, edhe për atë arsye kërkohet durim edhe pritje që ngadalë të integrohet në ekip. Po edhe vetë forma e tij, lëndimi koha e gjatë jashtë. Edhe të marr minuta më shumë, mirë, po me çfarë sa kam biseduar me Edonin në grumbullimin e fundit, ai nuk duket as pak i shqetësuar prej kësaj, ka shumë të qartë situatën, ka shumë besim te vetja, ka shumë besim te cilësitë e tij, edhe unë besoj që në një periudhë, nuk e di, ndoshta rreth 1 muaj, 2 muaj Edoni do të jetë një prej futbollistëve të padiskutueshëm të Juventusit, mirë, po aktualisht i duhet akoma edhe pak kohë për shkak që ka qenë për kohë shumë të gjatë jashtë prej lëndimit e problemeve me Lille e gjithçka tjetër, po është lajm fantastik jo vetëm për Edonin, por për krejt futbollin kosovar, veç ai prezantim që është bërë prej Juventusit tregon shumë qartë për marketingun, le të themi, që i bëhet shtetit të Kosovës, për cilin pak flitet në Evropë në aspekt pozitiv, siç bëjnë artistët, sportistët. Shpresoj do dëshironin gjithë ne që edhe në sfera të tjera të jetës të kemi marketing kaq pozitiv sa kemi në sport e në art. Edonit ja uroj një sezon të jashtëzakonshëm, më përfundu mas Milanit me Juventusin dhe mos më shënu veç kundër Milanit. Ose edhe nëse shënon spaku ky më shënu po Juventusi me. Por ndryshe nuk dëshoj që kam pas sezon shumë të mirë në aspekt personal. Falenderoj shumë, ka qenë kënaqësi me diskutu bashk për futbollin përgjithësi. Falenderoj shumë dhe shpresoj që shihemi prapë me tema tjera të rëndësishme, po mbi të gjitha kualifikimin e Kosovës. Që do të ishte realizimi i ëndrrës jo vetëm shumë më shumë se sa vetë çrshia mbi dorë, do të ishte zhvillimi i jashtëzakonshëm. Imagjinojeni sikur Kosova të jetë në kampionatin botror që zhvillohet në një prej vendeve që ka pas kaq shumë ndikim në rrugtimin edhe krijimin e Kosovës si shtet.
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në Kanada e Meksik. Ku do të na bëjmë rrytë se kanë problem. Pranojna me qef. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe nga